Të ndëruar vëllezër, edhe këtu janë dy mesazhe që duhet më marrë nga prej këtij tregimi, edhe pse ka shumë mesazhe dhe mësime. Allahu në Kur'an e përmend një familje shumë interesante. Familje e cila ishte pa fëmijë, nuk ishte pejgamber, kryefamiljari, mirë po njerëz të devotshëm, edhe gruaja edhe burri shumë të devotshëm. Edhe Allahu pikërisht në bazë të kësaj familje e ka quajtur një surën Kur'an. Edhe sot e kemi surja Ali Imran. Çka do thotë Ali Imran? Familja e Imranit. Kush është Imrani? Imrani është një burr i mirë, një burr i devotshëm. Madje ishte shembull te Beni Israelit për ibadetin e tij, për nënshtrimin ndaj Allahut, për korrektësinë, për bujarinë, për burrnin që e kishte. Edhe vetëm ai me grua, edhe gjithë këtë shërbim që ja bënin fesë Allahut lartësuar, edhe gjithë këtë shërbim, edhe këtë njerëzillëk që ja jepnin njerëzve për hir të Allahut, po doin me lënë diçka mbrapa. Edhe pas vdekjes tyne po doin me lënë hajër. Edhe gruaja e Imranit po thotë: "O Allah, ma jep një fëmijë që ta lë në Mesjid al-Aqsa, Xhamin Aqsa ku është sot, edhe le të kujdeset për xhamin. Le të bëhet kujdestar për xhamin, që sevapet le të na vinë në mirë, po Allahu dashti që një fëmijë diku në moshë të shtyn me javdhon, edhe ajo i lindi vajzë. Edhe kur e lindi vajzën, gruaja e Imranit po thotë: "O Allah, më lindi fëmijë, e më lindi vajzë, po ti e di që vajza nuk është si djali, sepse vajzat nuk mundin milon xhamia, sepse nuk i kanë leju ben Israelit që gratë me hinj edhe me nejt në xhami tankohen. Mirë po Allahu kur e zgjidhi këtë familje dhe zgjodhi këtë lozë, banën që edhe ben Israelit jahudit me i thy ligjet e tyne, edhe kjo vajzë që pastaj ja lën emrin Maryam, me kalu jetën e saj në xhamin Aqsa. Do të thonë, dy pleq të shtym mosh. Çka kishin me kërku? O Allah, çonaj një evlad ose dikant që kujdeset për neve. Këta në këtë rast e harrun vetën. O Allah, çonaj një evlad që do të kujdeset për xhamin tonë. Do të thonë, gjithat shërbim, gjithat punë të mëdha që e bënë këta, çonaj një evlad që kujdeset për xhamin tonë. Edhe pikërisht Allahu i lartësuar për ata tha: "Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala al-alamin." Allahu e dalloi, e veçoi, e gradoi Ademin, Nuhin, familjen e Ibrahimit alayhi salam edhe familjen e Imranit. Nuhin, Ademin, Nuhin, Ibrahimin po dihet pejgamber të Allahut, do të thonë s'ka dikush që mund ju del përpara. Po Imranin e dalloi, edhe pse se boni pejgamber, e boni prej familjeve më të dalluara. Von familje që thash më herët e shkymun te shumë njerëz, mirë po te Allahu ju familje e cila do të mbetet në histori për gjithmonë. Edhe sot ka njerëz që nuk e njohin familjen e Imranit, nuk e njohin Maryamën, nuk e din kush është Maryamja. Pastaj Allahu i lartësuar bani që kjo vajzë e edukuar mirë, e edukuar me edukat të shëndosh familjare, fetare, nënshtruar ndaj Allahut të lartësuar, pastaj prej saj me ardh Isa alayhi salam, që është mrekullia e Allahut pa babë. Mirë po, kjo familje ashtu e kishin edukuar vajzën e tyre, saqë kur ishte në xhami, duke bëj ibadet, edhe kish ndërtuar një dhëm të vogël atë, kur ju paraqet Xhibrili, edhe po i thot Xhibrili, alo pa i fol. Xhibrili ju paraqet me laçja Xhibril në formë burrit, po i thot: "Inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya." Unë lypi më mbrojt Allahu i gjithë mëshirshmi prej teje. Po e përmend emrin gjithë mëshirshmit të Allahut që edhe ti ki pak mëshirë, mos prek. Do të thonë, halo pa e ditë se kush është, çka do me bë, po i thot: "Allahu mbrojt prej teje." Kjo pëtatu një me laçe. Mirë, u shtilume. Pse ka arë me laçe Xhibril? Thot: "Allahu më ka dërgu me të dhon një fëmijë, një djalë." Çka ishte kanë menja kësaj për herë të parë? Për herë të parë, qysh me pas fëmijë pa marrë, qysh dal para njerëzve. Edhe pse ishte gruaja më e devotshme, vajza më e devotshme, edhe është gruaja më e ndershme në fytyrë tokës. Qysh ju dal njerëzve unë përpara me fëmijë pa burr, pa u marrë kurrë. Mirë, po Allahu do me bë mrekulli. Do thot, she edukatën, çfarë edukate kanë dhënë prind kësaj, që problemin kryesor nuk e ka se qysh unë kam me të shtatzon, e qysh lindje, qysh e rritje vladin e ku marr me hangri, krejt këtu hiç si ka nërmen. Do thonë qysh dalën e para njerëzve, qysh e arsyetoj pastaj që kam lind fëmijë pa babë. E Allahu po i thotë që kjo është mrekulli. Mirë, kur erdh koha me lind, pe din që e ka mbështetjen e Allahut, pe din që është mrekulli, pe din që është e ndershme, krejt. Mirë, momentin që lindi, çka bëhet? Ja lejteni mittu qabla hadha. Kisha dek para se me po qëtë moment. Subhanallah. Mbështetjen e Allahut, mrekulli prej Allahut. Mirë po, duke pas parasysh që marrje kam para njerëzit s'kan më kuptu, edhe kanë më fol, kanë më shoh kështu, po thotë më mirë kisha vdek mos ta kisha prit këtë moment. Pro të ndëruar vëllezër. Kjo ishte edukata të cilën e mor kja vajzë këtë familje. Edhe ka mbet
deri në kiamet më u përmend. Prej muslimanëve dhe prej muslimanëve. Ne e besojmë se është gruaja më e ndershme, është nana e një pejgamberit, prej pejgamberëve më të dallumi Isait alayhis salam, dhe lindja e djalit të saj është mrekulli. Mirë, po kjo edukat e shëndosh, kjo stil i jetës dhe kjo fetari që e zhvillonin këta dy pleq me këtë vajzën e tyre, bani që Allahu i lartësuar që kemë familje me qenë dalluar, me qenë ngritur, me qenë zgjedhur edhe më u përmend deri në kiamet, që do të thotë se lidhja më e fortë, edhe loza më e fortë është lidhja me Allahun edhe devotshmëria në nshtrimin ndaj Allahut të lartësuar. Sa familje tjera kanë kalu, sa familje të mëdha e të ndryshme gjatë historisë kanë kalu, Allahu po e përmend këtë familje. Por me i tregu njerëzve, të nderuar vëllezër, dhe këtu janë dy mesazhe që duhet më i marr nga prej këtij tregimi, edhe pse ka shumë mesazhe dhe mësime. Mesazhi i parë për me i tregu se sa e rëndësishme është familja. Edhe Allahu i lartësuar po tregon se e ka gradu komplet familjen. Edhe pse 3 persona, grua, burrë dhe çikën që e kanë pas, mirë po 8 Allah i ka gradu sepse 8 janë në vijë. 8 janë në vijën të cilën Allahu e don. Edhe kështu që nuk ka privilegj më të madh, edhe nuk ka nder më të madh që Allahu ja jep njeriu pas udhëzimit se sa me ngrit komplet familjen dhe me udhëzu familjen. Edhe nuk ka gëzim më të madh për muslimanin, ose s'duhet me pas, se sa kur e sheh familjen e vet të udhëzuar pasi që e sheh veten. Po gjithashtu edhe në botën tjetër nuk do të zëhet më shumë se sa kur i sheh që me babë, me nonë, me fëmijë, e me grua, Allahu po i nis për xhenet. Pse? Sepse komplet si familje kanë qëndruar bie. E Allahu i lartësuar po don me ngrit këtë çështje të njerëzimit që familja është rëndësi. Familja është celula kryesore e shoqërisë. Familja e shëndosh, pastaj shoqëri të shëndosh. Edhe asnjë familje nuk duhet më nënçmu edhe më përbuz, pavarësisht se sa antar ka, qysh i ka përbamjen, a ka meshkuj në familje, a ka djem apo nuk ka. Më rëndësi është lidhja më e fortë edhe loza më e fortë që është lidhja me Allahun edhe me nshtrimi ndaj Allahut të lartësuar. Ky është mesazhi i parë. Rëndësia e familjes, që secili mu kujdes për familjen e vet, secili mu mundu me qenë sikurse baba i Mariamës, edhe nana e Mariamës, edhe me eduku një qik mirë. Nëse një vajzë të ka dhënë Allahu, një vajzë mirë po me llogarit që ato e ketë derë të xhenetit. Edhe mundohu me qenë sikurse Imrani dhe gruaja e Imranit. Të shtym në mosh, të lodhëm për pleshnis, të lodhëm prej galeve, telasheve, të gjitha punët që kanë pas, prapë nuk janë lodhë për me eduku një Mariame, që është mas miri edhe me nxjerr vajzën më të mirë në histori njerëzimit. E kështu që bën edhe ti si Imrani, ose merre ironik edhe mësim Imranin, babën e Mariamës, edhe ajo le ta merr nanën e Mariamës, le të mundohet për fëmijët e vet, le të mundohet për vajzat e veta, mos t'i shkon mendja që Allah më ka dhënë vetëm vajza, shkojnë te burrat e vet, largohen, shkrymet loza, mshilet shtëpia, jo nuk mshilet shtëpia sa Allahu një familje bujare, një familje të mirë, një familje fetare nuk lejon që mu hum edhe mu tret kur. Do të përmendet, po edhe nëse nuk përmendet tek Allahu është e ngritur edhe është e privilegjuar. Mësimi i dytë të nderuar vëllezër është matematikat e tona me ndërtu mirë. Matematikat e tona me ndërtu shëndosh. Edhe para se me i bë llogarit tona, a kam llogari me kryqet punë unë s'kam. Ta lyp dikush një shërbim, lyp dikush diçka, tash i fillon me i bë matematikat. Unë kam llogari s'kam. Nëse ja kriju në çeton, çka më i më nxjerr këtij masanena? Këto janë matematikat të dunjos të nderuar vëllezër. A a duhet me bë matematikat të ahiretit? Unë çka fitoj mos i që ta ndihmoj këtu, ose t'ja afroj që të shërbim, ose nëse ja kryj që të punë, unë çka fitoj? Domethënë të mundohemi që matematikat tona, llogaritë tona, hesapet tona ti përputhemi me llogaritë edhe me matematikat e Allahut të lartësuar. Sepse ndodh me qenë gabim. Sidomos në kohën kur është materializuar gjithçka. Edhe sot, ndoshta edhe njerëz më të afërt që janë mes vete, edhe pse sicili sikur ta shfrytëzonte tjetrin do ta shfrytëzonte për derë xhenetit edhe për punë të mira edhe mirësi të mëdha, mirë po e sheh si diçka materiale. Unë çka fitoj, çka më ofron kjo, çka më ndihmon. Edhe kështu kanë filluar sot edhe gruaja burrin, edhe gruaja me burrin me këshynin i tjetrin. Edhe për ata e sheh që vjen te ndomja pa arsye. Pse? Sepse kë nuk kujdeset për shtëpi, si intereson për mua, nuk sjell rrugën se sjell rrugën, thonë gjithçka është materializuar. Nuk ka mbet më grua burr, ka mbet dorëtok që na duhet me pru porë këtu, edhe me ndihmunin i tjetër. Por ndryshe prishet kjo mos ka familje. Domthonë këtu janë matematika materialiste. Na vëdojmë matematika hynore, të cilat janë në përputhje me matematikat e Allahut të lartësuar. Kështu edhe e vlan, kështu edhe me fëmijët, kështu edhe fëmijët me prind, kështu edhe vllau me vllaun. Nëse ndodh
me qenë mos mirënjohës vllau ose edhe prind nganjëherë. S'ke derbe se s'të ka shku larg. Nuk të ka shku muni larg te vllau, të ka shku te motra, të ka shku te baba dhe te nana, ose te dikush i afërt. Që hiç kur gjë mos ndodh, as kur mos thon faleminderes, Allahu ka më ta kthyer, ka më ta kompenzu dikun. Ka më ta kompenzu dikun atë mirë, edhe ta kthen dikun ku të gëzon, ku të bëhet qefi, ta kthen shëndet tyje, ta kthen mirësi të shtëpisë, ta kthen në vlad, ishe e vlad mirë, edhe të kujtohet, unë kum pas bë mirë edhe pse s'ma kanë ditë njerëzit, mirë po që Allahu po ma pagunsa. E kështu që matematikat e Allahut janë të shënuara, kur s'dal mi dallash, kur nuk na del ekuacioni dhe detyrat dallash edhe gabim me matematikat e Allahut. Mirë po me matematikat e tokës na del Allah. I sa ku mojtë me filanin sens kesh. Domethënë kur bëni matematik, ka dal kesh krejt. I kom prit më shumë pe filanit, dol detyra gabim. I sa të mira e kom bëuna i hiç. Prap matematika gabim dol. Pse se kemi bën matematika tokës edhe matematika materialiste, që duhet me dal për kësaj. Nuk prish punë me i bën njëri edhe llogaritë e dynjos, sepse na jemi tu jetuar çdo dynjë, edhe duhet me këshir hesabet e veta. Amo jo gjithmonë materialiste, edhe jo gjithmonë vetëm materialiste matematika, po edhe matematika të ahiretit. Çka fitojnë në botën tjetër? Që shumë del hesapi unë nëse hiç kësaj pune në botën tjetër, do dy mësime të mëdha të ndëruar vëllezër, na jep kjo tregim i madh, i cili është në surën Ali Imran, surja Ali Imran. Pastaj kemi surën Maryam, surja Maryam, domthon vajza e Imranit. Von Allahu i lartësuar është e vetmja grua që ka zbrit surë me emrin e saj. E vetmja grua në Kur'an që është përmend me emër. Maryam. S'ka asnjë grua tjetër që është përmend me emër Maryam për shkak të edukatës së madhe që ja dhën prind, për shkak të lodhjes së madhe dhe mundit të madh që e dhën prind për vajzën e tyre, andaj jepë mundin. Lodhë për fëmijët se Allahu kur s'ka më tau. Kur s'ka më tau. Ja ka më të paguën në dynjë, edhe në ahiret, ja s'paku në ahiret, nuk kemë me pa kur gjahish. Allah na i përmirësoft gjendjet tona, Allah i përmirësoft familjet tona, familjarët tonë, bafë që mu afron me zveti, me i largu hasmërit, me i largu keshkuptimet, me i largu nga të rejsat që i kanë, mu afron me zveti edhe me i këshyr një tjetrin. Edhe për te matematikave materialiste të dynjons në llogaritë e ahiretit, Allah na i përmirësoft fëmijët tanë, treja tona dhe tri tanë dhe i boft ata të hajrit, të dobishëm për veten e tyre, për familjarët, po edhe me i po hajr punës së tyre në botën tjetër. Aqulu ma sami'tu